Zgjedhjet e 11 majit 2025 në Shqipëri kanë sjellë një val kritikash ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pas raportimeve se janë shpenzuar 92 milion euro për organizimin e tyre, ndërsa mbi 100.000 vota mbeten të pa identifikuara. Kjo situatë ka ngritur shqetësime të mëdha për transparencën dhe efikasitetin e procesit zgjedhor. Pavarësisht investimeve të mëdha, shumë qytetarë raportojnë për mungesë informacioni mbi vendodhjen e votave të tyre, duke ngritur dyshime për manipulime ose neglizhencë institucionale. KQZ ende nuk ka ofruar një shpjegim të qartë për këtë situatë, duke lënë hapësirë për spekulime dhe pakënaqësi publike. Kjo situatë ka nxitur reagime të ashpra nga opozita dhe organizatat e shoqërisë civile, të cilat kërkojnë një hetim të plotë dhe të pavarur mbi menaxhimin e fondeve dhe procesin e numërimit të votave, në një klim politike tashmë të tensionuar. Këto zhvillime rrezikojnë të minojnë më tej besimin e publikut në institucionet demokratike të vendit. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, ka reaguar ndaj akuzave për ndërhyrje të BE-s në raportin e OSBE-ODIHR mbi zgjedhjet e fundit parlamentare. Në një deklaratë publike, Gonzato i hodhi poshtë kategorikisht këto pretendime, duke theksuar se BE-ja nuk ka pasur dhe nuk do të ketë asnjë ndërhyrje në punën e ODIHR-it. Ai nënvizoi se raporti i ODIHR-it është një dokument i pavarur dhe i bazuar në vëzhgime të paanshme, duke shtuar se çdo insinuat për ndikim të BE-s është e pabazuar dhe dëmton integritetin e procesit zgjedhor. Gonzato theksoi rëndësinë e respektimit të institucioneve ndërkombëtare dhe të ruajtjes së besimit në proceset demokratike. Kjo deklaratë vjen në një kohë kur tensionet politike në vend janë të larta dhe akuzat për manipulime zgjedhore janë bërë pjesë e debatit publik. Reagimi i ambasadorit synon të qartësojë pozicionin e BE-s dhe të shmang keqkuptimet që mund të ndikojnë në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe në procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. Një takim i zhvilluar në ambasadën gjermane në Tiranë ka ngritur pikpyetje të mëdha mbi qëndrimin e Berlinit ndaj qeverisë së Edi Ramës. Sipas burimeve diplomatike, ky takim sinjalizon një politikë më të ashpër të Gjermanisë ndaj kryeministrit shqiptar, veçanërisht nëse zgjedhjet e fundit konsiderohen të manipuluara. Burimet theksojnë se Gjermania nuk do të njohë një mandat të fituar përmes manipulimeve zgjedhore, duke e bërë të qartë se standardet demokratike janë të panegociueshme. Ky qëndrim përfaqëson një mesazh të fortë për qeverinë shqiptare, duke treguar se mbështetja ndërkombëtare është e kushtëzuar në respektimin e proceseve të ndershme zgjedhore. Ky zhvillim vjen në një moment delikat për Shqipërinë, e cila aspiron integrimin në Bashkimin Evropian. Qëndrimi i prerë i Berlinit mund të ndikojë ndjeshëm në rrugëtimin evropian të vendit, duke e vendosur qeverinë shqiptare përballë presioneve të shtuara për reforma dhe transparencë në proceset demokratike. Partia Demokratike ka përfshirë veten në një tjetër debat të nxehtë, pas zbulimit të një kontrate lobimi për $6 milion në Shtetet e Bashkuara. Kjo lëvizje ka ngjallur reagime të shumta në skenën politike shqiptare, duke ngritur pyetje mbi burimin e fondeve dhe qëllimin e këtij lobimi. Në këtë kontekst, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, ka refuzuar të komentojë mbi këtë çështje. Në një deklaratë për mediat, ai theksoi se nuk është në kompetencën e tij të ndërhyjë në vendimet e partive politike shqiptare, duke shtuar se çdo veprim i tillë duhet të jetë në përputhje me ligjet dhe standardet ndërkombëtare. Nuk bëj komente, do të pres autoritetet kompetente, ka deklaruar ambasadori i BE, ndërkohë i pyetur për përgënjeshtrimin e lajmit të portalit të familjes Berisha, ku pretendoi se ai ka hequr nga raporti OSBE emra banditësh dhe policësh të përfshirë në krime elektorale. Ambasadori tha se BE është këtu për të mbështetur Shqipërinë, jo për të manipuluar gjërat. Në një takim të mbajtur në Dimal, ish-kryeministri Sali Berisha ka deklaruar se nisma e Ballkanit të hapur do të përfundojë në koshin e plerave në javën e parë të qeverisjes së ardhshme të Partisë Demokratike. Ai e cilësoi këtë iniciativë si një projekt që favorizon hegemoninë serbe dhe dëmton interesat kombëtare shqiptare. Berisha theksoi se Ballkani i hapur është një nismë që përjashton Kosovën dhe nuk ka përkrahjen e Bashkimit Evropian. Ai shtoi se kjo iniciativë është e refuzuar nga Bosnia, Mali i Zi dhe Kosova, duke e konsideruar atë si një kërcënim për destabilitetin dhe sovranitetin e vendeve të rajonit. Gjatë fjalës së tij, Berisha premtoi mbështetje për fermerët dhe sektorin bujqësor, duke e lidhur këtë angazhim me nevojën për të mbrojtur interesat kombëtare dhe për të kundërshtuar çdo projekt që cënon integritetin territorial dhe politik të Shqipërisë. Ai u shpreh se qeveria e ardhshme do të fokusohet në zhvillimin e sektorëve strategjik dhe në forcimin e bashkëpunimit rajonal në përputhje me standardet evropiane. Në një takim elektoral në Velipoj, kryetari i PSD-s Tom Doshi i bëri thirrje SPAK dhe BKH që të hetojnë krimet zgjedhore në Shkodër. Tom Doshi tha se Bashkia Shkodër dhe IKMT-ja, që lejojnë ndërtimet pa kriter në Bregdetin e Velipojës, vetëm pak ditë më parë pezulluan punimet dhe gjobitën një familje. Në Trush të Bërdicës, ndonë se ndërtimi i banesës po bëhej për bamirësi, po bëhen krime zgjedhore në Velipoj, janë bërë ndërtime pa leje në këtë zonë, në këmbim të votave. Ju e keni parë se çfarë ka ndodhur në Trush. Benet Beci ka dërguar IKMT-n, këtu ndërton pa leje në
plazh dhe atje që është në mes të fushës në Trush, shkojnë dhe i pezullojnë dhe i gjobisin. Është kaq i lig, kaq i vogël, sa e çon veten të merret me jetimët. Unë i bëj thirrje BKH-s dhe Spakut të merret me krimet zgjedhore në Velipoj dhe në Bashkinë e Shkodrës. U shpreh kreu i PSD, doshja e quajti kryebashkiakun e Shkodrës Benet Becin si njeriu e kryetarit të PD Sali Berisha. Nuk e kishim njohur atë që është sot në krye të Bashkisë së Shkodrës, sa ai pas ka qenë i infiltruari i Sali Berishës. Për 2 vjet ky njeri nuk ka bërë asgjë në Velipoj, veç se ka prishur lokalet dhe ka bërë dëme. Kanë mbetur edhe 3 kaçatora këtu. Njëri është drejtori i KMT-s, tjetri punon me OSHE-n dhe bëjnë presione nëpër Velipoj. Është fatkeqësi e madhe që Velipoja është në duart e këtyre, theksoi ai. Enkeleda Libeja i ka hedhur një kunj ndaj Sali Berishës pas publikimit të kontratës $6 milion për lobim në SBA me një deklaratë thumbuese. Ai tha se morali politik nuk blihet me para, duke goditur drejtën në zemër narrativën e Berishës për kthim të dinjitetit përmes lobimit. Kontrata e firmosur me kompani amerikane për të ndikuar në opinionin ndërkombëtar ka shkaktuar përçarje të reja në PD, ndonse Berisha e shet si sukses të luftës për liri. Shumë demokratë shohin si humbje të busullës dhe përdorim personal të partisë. Alibeja që ka kohë që përfaqëson një krah të ndarë të PD-s, nuk kurseu ironin ndaj Berishës, duke e bërë të qartë se parat se pastrojnë dot të shkuarën. Në një PD ku gjithkush sulmon gjithkënd, edhe një fjalë si yll mund të kthehet në gur për përçarje të re. Deputetja socialiste Blerina Gjylameti ka bërë publike kërkesat e bizneseve për të shpallur të dielën ditë pushimi zyrtare. Sipas saj, përfaqësues të sektorit të tregtisë me pakicë dhe shërbimeve kanë paraqitur pranë kuvendit një peticion që kërkon mbylljen e aktiviteteve ditën e diel me qëllim përmirësimin e kushteve të punës dhe të jetesës së punonjësve. Gjylameti theksoi se kjo kërkesë është në përputhje me praktikat evropiane, ku shumë vende të dielën e kanë si ditë pushimi për sektorët e caktuar. Ajo shtoi se një vendim i tillë do të ndikonte pozitivisht në jetën sociale të punonjësve dhe do të ndihmonte në rritjen e produktivitetit. Propozimi ka ngjallur diskutime në opinionin publik dhe në radhat e biznesit, me disa që e mbështesin për përfitimet sociale që sjell, ndërsa të tjerë që shprehin shqetësime për ndikim ekonomik që mund të ketë mbyllje e aktiviteteve në një ditë të fundjavës. Një ngjarje tragjike ka ndodhur sot në Shkodër, ku një turist amerikan ka qelluar për vdekje bashkëshorten e tij dhe më pas ka tentuar të vetvritet. Ngjarja ka ndodhur në një hotel të qytetit. Sipas informacioneve paraprake, pas një konflikti mes tyre, burri ka nxjerrë armën dhe ka qelluar gruan, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Më pas ai ka drejtuar armën ndaj vetes, duke tentuar të vetvritet. Ai është transportuar në spital dhe ndodhet në gjendje kritike për jetën. Policia ka mbërritur menjëherë në vendngjarje dhe ka nisur hetimet për të zbardhur motivet e këtij akti të rënd. Ngjarja ka tronditur komunitetin lokal dhe ka ngritur shqetësim mbi sigurinë dhe shëndetin mendor të turistëve që vizitojnë vendin. Autoritetet po punojnë për të sqaruar rrethanat e plota të kësaj tragjedie. Policia e Shkodrës ka finalizuar operacionin e koduar Baruti, ku kanë zbuluar një bazë të dyshuar të grupeve kriminale në fshatin Renc. Gjatë kontrollit në banesën e Çeski Onuzajt, 61 vjeç, u sekuestruan 11 pistoleta, një silenciator, mbi 2000 fishek, 2 jelek antiplumb dhe një kapsol detonatore me fitil zjarrpërcjellës. Onuzaj, i cili rezulton me precedent penal për armbajtje pa leje, u arrestua në flagrancë. Ai dyshohet se ka vënë ambientet e banesës në dispozicion të grupeve të armatosura për qëllime kriminale. Policia po heton më tej për të zbardhur rrjetin e personave të përfshirë dhe lidhjet e mundshme me ngjarjen kriminale të ndodhur në veri të vendit. Operacioni Baruti është pjesë e një serie goditjesh që strukturat e policisë dhe prokurorisë po ndërmarrin kundër armatimeve të palishme dhe strehimit të elementeve kriminale në zonat rurale të Shkodrës. Autoritetet kanë paralajmëruar se kontrollet do të vazhdojnë pa ndërprerje. Florence Çapja, një nga emrat më të përfolur të botës së krimit në Elbasan, është ekstraduar sot nga Dubai drejt Shqipërisë. 44 vjeçari i dënuar me burgim të përjetshëm nga gjykata e posaçme për vrasjen e Babe Bir, Nezir dhe Gentian Beqiri në vitin 2012, u kap pas një operacioni ndërkombëtar të koduar The Wanted. Çapja është arratisur në Emiratet e Bashkuara Arabe, duke përfituar nga mungesa e një marrëveshjeje ekstradimi mes dy vendeve. Megjithatë, pas një bashkëpunimi të ngushtë mes autoriteteve shqiptare dhe atyre të Dubait, u bë mundur kapja dhe dërgimi i tij në atë. Ai akuzohet gjithashtu për tentativën e vrasjes së ish policit Fadil Mema në vitin 2006. Kthimi i Çapjas në Shqipëri shënon një hap të rëndësishëm në luftën kundër krimit të organizuar dhe tregon vendosmërinë e autoriteteve për të sjellë përpara drejtësisë dhe ata që përpiqen të shpëtojnë ndëshkimit duke u fshehur në Emirate. Liria e medias në Shqipëri po përkeqësohet me ritme shqetësuese. Sipas raportit të fundit të organizatës Reporterët pa kufi, trinomi biznes politik krimi organizuar vijon të ndikojë agjendën editoriale dhe të censurojë zërat kritik. Gazetarët përballen çdo ditë me presione, kërcënime dhe ndëshkime të heshtura, ndërsa vetë mediat janë gjithnjë më të varura nga interesat e ngushta të pronarëve. Raporti thekson se shumica e mediave shqiptare janë në duart e pak bizneseve të lidhura ngushtë me politikën, ndërsa financimet publike shpërndahen në mënyrë selektive për të ushqyer propagandën dhe për të mbytur
përfunditur investigimin e pavarur. Vetë censura është bërë mjet mbijetese për gazetarët, në një klim ku kritika ndëshkohet dhe propaganda shpërblet. Shqipëria renditet në vendin e 99 nga 180 vende për lirinë e shtypit në vitin 2025, duke u renditur më poshtë se Kosova dhe Maqedonia e Veriut, dhe vetëm një vend larg Serbisë, një pozicion që tregon realisht se sa të pambrojtura janë të vërtetat në këtë vend. Kosova ka pasur një rënje të ndjeshme në indeksin botëror të lirisë së shtypit për vitin 2025, duke u renditur në vendin e 98 nga 180 vende. Kjo përbën një rënje prej 24 vendesh krahasuar me vitin e kaluar, duke e vendosur vendin në një pozicion më të ulët se shumica e shteteve të rajonit. Ambasadori gjerman në Kosovë, Jorn Rode, ka reaguar ndaj këtij përkeqësimi, duke e cilësuar situatën si shqetësuese dhe duke bërë thirrje për një reflektim të thellë nga institucionet kosovare. Organizata vendore për mbrojtjen e gazetarëve, përfshirë Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës, kanë shprehur gjithashtu shqetësimin e tyre duke e cilësuar renditjen e re si alarmuese dhe duke kërkuar masa konkrete për të adresuar sfidat me të cilat përballet liria e shtypit në vend. Ushtria e Ekuadorit ka ndërmarrë një operacion të suksesshëm kundër organizatës kriminale Los Choneros, duke çliruar 5 pengje, përfshirë 2 shtetas shqiptar. Operacioni u zhvillua në zona si Santa Elena, ku forcat ushtarake dhe policore u përballën me rezistencë të armatosur nga anëtarët e grupit kriminal. Gjatë përplasjes, një person i armatosur u vra dhe 4 të tjerë u arrestuan. Gjatë kontrollit të zonës, autoritetet sekuestruan një arsenal armësh, përfshirë 4 pistoleta, 74 fishek kalibri 9 mm dhe 6 telefona celular. Operacioni vjen në kuadër të përpjekjeve të së presidentit Daniel Noboa për të rikthyer kontrollin ndaj bandave kriminale që kanë shkaktuar një val dhune në vend. Kjo ndërhyrje është pjesë e një fushate më të gjerë të autoriteteve ekuadoriane për të luftuar krimin e organizuar. Presidenti Noboa ka shpallur një konflikt të armatosur të brendshëm kundër 22 grupeve kriminale, duke autorizuar operacione ushtarake për të neutralizuar ato. Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar tërheqjen e Shteteve të Bashkuara nga roli i ndërmjetësit në negociatat e paqes mes Ukrainës dhe Rusisë. Ky vendim vjen pas refuzimit të presidentit rus Vladimir Putin për të pranuar një armëpushim të plotë, duke e lënë Ukrainën të përballet e vetme në tryezën e bisedimeve. Sipas burimeve diplomatike, Trump ka shprehur zhgënjimin e tij për mungesën e përparimit në negociata dhe ka paralajmëruar se SBA nuk do të marrë më pjesë në procesin e paqes. Kjo tërheqje është parë si një hap që favorizon Rusinë, e cila tashmë ka fituar më shumë terren diplomatik dhe ushtarak në konfliktin me Ukrainën. Ndërkohë, marrëveshja e fundit mes SBA-s dhe Ukrainës për burimet minerare ka ngjallur shqetësime në Moskë, e cila e sheh këtë si një përpjekje për të forcuar lidhjet mes Washingtonit dhe Kievit. Megjithatë, pa një ndërmjetës të fuqishëm si SBA, perspektivat për një zgjidhje paqësore të konfliktit mbeten të zymta.